Në qoftë se çdo fëmijë lind musliman, si u krijuan fetë e tjera. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Feja e vërtetë tek Allahu është vetëm Islami. Profeti alayhis salam na tregon në hadith se fëmia pra lind në fenë e pastër monoteiste, pra adhuruesi Allahut lartësuar një të vetëm. Më pas prindrit janë ata që ja japin orientimin. Profetët e Zotit, të gjithë pa përjashtim, kanë ftuar që me u adhuru Allahu i lartësuar një i vetëm, mos me i bë atij shok në adhurim. Kjo ka qenë thirrja e gjithë profetëve të Allahut lartësuar. Për shembull, babai i profetëve Ibrahimi alayhis salam, Abrahami. Zoti i gjithësisë thot për to në Kur'an: Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima. Nuk ishte Ibrahimi, pra Abrahami, as hebrea as i krishter, por ishte në fenë e pastër monoteiste, musliman. Thirrja e gjithë profetëve të Zotit të gjithësisë ka qenë një: me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, mos me u lut dikujt tjetër përveç Zotit të gjithësisë, mos me adhuru dikënd tjetër me Allahun e lartësuar. Kjo ka qenë thirrja e gjithë profetëve të Zotit. Por duhet ta dim se ne si njerëz kemi një armik. Ai është djalli, shejtani, i cili her pas here mundohet me e devijuar birin e Ademit. Dhe qëllimi më i madh që ka shejtani është që njeriu me arrit në shirk, në mëkatin më të madh. Pse? Se me shirku nuk e fiton xhenetin. Ai do që njeriu të humbë këtë dynja dhe të humbë në botën tjetër. Dhe Zoti i gjithësisë na tregon për shejtanin se ai është armiku i ynë. Na tregon Kur'an. Po ashtu, për shirkun Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: ai i cili bën shirk Allahut, pra bën idhujtari, Allahu ja ka bërë haram xhenetin. Kështu që njeriu, nëse do lumturinë e përjetshme në botën tjetër, nëse do me qenë në xhenet, me fitu xhenetin, duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.